6. Pasojat e tmerrshme shpirtërore kur sulmon të zgjedhurit e Zotit, një paralajmërim hyjnor që nuk duhet të injorohet. Të dashur vëllezër dhe motra, sot do të flasim për një mesazh që vjen drejt për drejt nga qielli. Ky mesazh nuk është thjesht një këshill njerëzore, por një paralajmërim solemn për pasojat e rënda shpirtërore që vijnë kur dikush guxon të sulmojë ose të dëmtojë të zgjedhurit e Zotit. Sipas fjalës së Zotit, këta njerëz mbrohen drejt për drejt nga vetë qielli. Çdo sulm ndaj tyre konsiderohet si sulm ndaj vetë Zotit të Madhërisëm. Zoti thotë: "Mos i prek të vajosurit e mi dhe mos u bëj keq profetëve të mi." Ky është një urdhër hyjnor që nuk mund të merret lehtë. Nëse je ti që po sulmohesh sot, ky mesazh do të jap paqe dhe forcë. Nëse je ti që po sulmon, ky është momenti për t'u penduar para se të jetë tepër vonë. Le të fillojmë. Pika 1. Sulmi kthehet në mallkim për sulmuesin. Pasoja e parë dhe ndoshta më e drejtë për drejtë është kjo: çdo plan i keq që dikush thur kundër një të zgjedhurit të Zotit, do të kthehet kundër vetë personit që e krijoi atë plan. Zoti e kthen kurthin mbi atë që e ngriti. Mendojeni mirë këtë. Ashtu si Hamani në librin e Esterit, i cili përgatiti një trekëmbësh të lartë për të varur Mordekain, por në fund u var vetë në atë trekëmbësh që kishte ndërtuar me duart e veta. Çfarë ironie hyjnore! Plani që ai mendoi se do ta shkatërronte Mordekain u bë shkaku i shkatërimit të tij të plot. Kështu ndodh me çdo sulmues të zgjedhurve të Zotit. Ti mendon se po dëmton tjetrin, por në realitet po gërmon varrin tënd shpirtëror. Zoti është aq i fuqishëm sa që merr armën që ti e drejton kundër fëmijës së tij dhe e kthen atë drejt teje. Pyetja që duhet të bësh sot është: a po thur ndonjë plan të fshehtë, ndonjë fjalë të keqe, ndonjë intrigë apo përgojim kundër dikujt që Zoti e ka vajosur? Nëse po, ndalo menjëherë. Sepse ai sulm nuk do të arrijë tek ai që synon, por do të kthehet si një bumerang shpirtëror dhe do të godas ty me forcë të dy fish. Zoti është Zot i drejtësisë. Ai nuk lejon që të zgjedhurit e tij të mbeten të pambrojtur. Çdo sulm bëhet mallkim për sulmuesin, sepse Zoti e merr personalisht. Mos harro, ai që prek të zgjedhurin e Zotit, prek bebën e syrit të tij. Kjo është një realitet që nuk mund të shpërfillet. Pika 2. Zoti godet burimin e tyre të fuqisë. Pasoja e dytë është po aq dramatike. Nëse dikush përdor pasurinë, ndikimin, pozitën ose çfarëdo force që ka për të dëmtuar një fëmijë të Zotit, Zoti do të shkatërrojë pikërisht atë gjë te e cila sulmuesi mbështetet më shumë. Shikoni shembullin e Faraonit të Egjiptit. Ai përdori të gjithë pushtetin e tij mbretëror, ushtrinë e tij të fuqishme dhe skllavërinë për të shtypur popullin e Zotit. Çfarë ndodhi? Zoti dërgoi plag pas plage, uji u kthye në gjak, bretkosa mbuluan tokën, mushkonjat dhe mizat e egra, vdekja e kafshëve, ulcerat, breshëri me zjarr, karkaleca që hëngrën çdo gjelbërim, errësirë e dendur për 3 ditë dhe në fund vdekja e çdo të parlinduri në Egjipt. Zoti goditi sistemin e fuqisë së Faraonit pikë për pikë. Ai që mendonte se ishte i pathyeshëm, u poshtërua plotësisht. Burimi i fuqisë së tij, pasuria, ushtria, perënditë e rreme, u shkatërrua para syve të tij. Kështu vepron Zoti edhe sot. Nëse ti po përdor pozicionin tënd në punë, pasurinë tënde, ndikimin në rrjete sociale ose çfarëdo tjetër për të dëmtuar një të zgjedhur të Zotit, i sigurt që Zoti do të prek pikërisht atë burim. Ai mund të heqë punën, të marrë pasurinë, të largojë ndikimin. Sepse Zoti nuk toleron kur dikush përdor dhuratat që ai ka dhënë për të luftuar kundër mbretërisë së tij. Pika 3. Zoti largon mëshirën e tij. Pasoja e tretë është ndoshta më e tmerrshme nga të gjitha. Zoti mund të tërheqë mëshirën e tij nga sulmuesi. Kur dikush vazhdon të sulmojë pa u penduar, Zoti e lë atë në heshtje dhe errësirë shpirtërore, pa mbrojtje hyjnore, pa paqe dhe pa udhëzim. Shembulli klasik është mbreti Saul. Ai fillimisht ishte i vajosur nga Zoti, por kur filloi të sulmonte Davidin, të zgjedhurin e ri të Zotit, mëshira e Zotit u largua gradualisht. Fryma e Zotit u largua nga Sauli dhe në vend të saj erdhi një frymë e keqe që e mundonte. Ai ra në xhelozi, frikë dhe çmenduri. Në fund vdiq në betejë i braktisur nga Zoti.
Kur Zoti tërheq mëshirën, njeriu mbetet i pambrojtur. Lutjet e tij nuk dëgjohen më lehtë, paqja ikën, vendimet bëhen të gabuara dhe jeta shndërrohet në një ferr të brendshëm. Kjo është një gjendje e frikshme ku njeriu ecën në errësirë pa dritën e Zotit. Nëse je duke sulmuar një të zgjedhur të Zotit sot, pyet veten, a ndjen ende praninë e Zotit në jetën tënde? A ke paqe të vërtetë? Nëse po e humb atë gradualisht, mund të jetë shenjë se mëshira po largohet. Mos e lër të shkojë deri në fund. Pendohu tani, sepse pa mëshirën e Zotit nuk ka shpresë të vërtetë. Pika 4. Vajosja, bekimi, shtohet mbi të sulmuarin. Por ndërsa sulmuesi pëson humbje, për të sulmuarin ndodh e kundërta. Çdo sulm që armiku ndërmerr nuk e dobëson të zgjedhurin, por shërben si karburant për promovimin dhe bekimin e tij. Zoti e kthen opozitën në ashensor që e ngren të zgjedhurin në nivele më të larta. Shikoni jetën e Jozefit. Vëllezërit e tij e urryen, e hodhën në pus, e shitën si sklav, e akuzuan pa të drejtë dhe e burgosën. Çdo sulm dukej se e çonte më thellë në fatkeqësi. Por Zoti e përdori çdo gjë për të mirë. Jozefi u ngrit nga burgu në fronin e dytë më të lartë në Egjipt. Ai shpëtoi jo vetëm familjen e tij, por të gjithë kombet nga uria. Zoti i tha Jozefit në thelb, ju menduat keq për mua, por Zoti e ktheu në të mirë. Çdo lot, çdo dhimbje, çdo tradhti u kthye në bekim të dy fish. Nëse je ti që po sulmohesh sot, mos u dëshpëro. Çdo fjalë e keqe, çdo pengesë, çdo sulm është thjesht karburant për vajosjen tënde. Zoti po të përgatit për një promovim më të madh. Qëndro i qetë, besnik dhe i dashur. Sepse sa më shumë të sulmojnë, aq më shumë do të bekojë Zoti. Bekimi yt do të shtohet në mënyrë të mrekullueshme. Pika 5. Zoti i bën ata shembull paralajmërues. Pasoja e 5 është publike dhe edukative. Ndonjëherë Zoti e bën dëshkimin e sulmuesit të dukshëm dhe publik, që të tjerët të mësojnë të kenë frikë Zotin dhe të mos guxojnë të prekin njerëzit e tij. Zoti thot, mësoni nga kjo dhe mos prekni të mia. Sot, nëse dikush sulmon hapur të zgjedhurit e Zotit dhe ndëshkimi vjen publikisht, ai bëhet dëshmi e gjallë se Zoti është i gjallë dhe mbron të vetët. Kjo i bën njerëzit të kenë frikë Zotin dhe të ecin me kujdes. Pika 6. Dora e rëndë e hakmarrjes hyjnore. Pasoja e 6 dhe më e fuqishme është kjo, Zoti premton se hakmarrja i përket atij. Kur ai ndërhyn për të mbrojtur të zgjedhurit e tij, goditja është kirurgjikale, e saktë, e pashmangshme dhe shkatërruese. Nuk është hakmarrje njerëzore e egër, por drejtësi hyjnore perfekte. Zoti thot, mua më përket hakmarrja, unë do të shpaguaj. Dhe kur ai vepron, askush nuk mund të qëndrojë kundër tij. Shembujt janë të shumtë. Ushtria e faraonit u mbyt në detin e kuq, Hamani u var, Saul u rrëzua, armiqtë e Davidit u mundën. Dora e Zotit është e rëndë ndaj atyre që prekin të zgjedhurit e tij. Kjo hakmarrje nuk vjen gjithmonë menjëherë, por vjen me siguri. Zoti di kohën e përsosur. Prandaj, mos u përpiq të hakmeresh vetë. Lëre Zotin të luftoj për ty. Përfundimi. Të dashur miq, ky është mesazhi i plotë. Të luftosh kundër të zgjedhurve të Zotit është vetvrasje shpirtërore. Ktheu tek Zoti me zemër të thyrë, kërko falje dhe ndalo çdo plan të keq. Sepse të luftosh kundër të zgjedhurve të tij do të çojë në shkatërim të sigurt. Zoti është i mëshirshëm, por ai është edhe i drejtë. Le të kemi frikë Zotin, le të respektojmë të zgjedhurit e tij dhe le të ecim në dashuri dhe paqe. Nëse ky mesazh të preku, ndaj atë me të tjerët, lëre një koment dhe bekohu në emër të Jezusit. Zoti ju bekoft të gjithëve. Amin.